Më sot nuk e kemi ditur se rozmarina kuron një problem që prek më së shumti moshat mbi 50 vjeç. Ajo ka një shije dhe aromë të pashoq, emri i saj vjen nga latinishtja që përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të visave shqiptare. Qytetrimet e lashta të Egjiptit, Romës e të tjera konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë. Rozmarina gjithashtu përdoret edhe në përgatitjen e recetave të shijshme. Por cilat janë vlerat shëndetësore që do të merrni nga rozmarina? Sipas Eltinaj, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kësaj barishte. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumi i mandarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Gjithashtu, vaji esencial i rozmarinës mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë në përmirësimin e kujtesës. Gjithashtu, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkencëtarët besojnë se rozmarina ndikon edhe në gjardharimin e aktiviteteve në tru. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekuish për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmë dhe artritin. Rozmarina ka aftësinë të parandalojë rënien e flokut dhe thinjat. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe ushqyer rritjen e flokut dhe rritjen e tyre. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës? Keni nevojë për këta përbërës: një filxhan me qumësht, një deg rozmarine të thatë ose një lugë gjedhe rozmarin të thatë, një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degët e rozmarinës dhe coptëzoni duke hedhur në një tenxhere me qumësht dhe lini të zjenjë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përdorni edhe të përzieni lëngun vazhdimisht. Shtoni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë një aromë më të fortë dhe të çlirojnë në vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati për konsum. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj nëse keni nevojë ta përdorni atë çdo ditë. Kërkon pak përkujdesje dhe gjithashtu pak diell. Vlerat dhe përfitimet që ajo do t'i jap janë të mira edhe për shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spital ekzistojnë edhe disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Ajo përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imun duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për të nxjerrë prej organizmit plurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni që të përmirësoni frymëmarrjen dhe të rrisni kapacitetin e mushkërive, atëherë mund të pini çaj rozmarine, të bëni masazh në krahëror me vajrat esencial të rozmarinës ose ta konsumoni atë më shpesh në ushqimet tuaja. Rozmarina do t'jap efekte plotësuese edhe për shëndetin e syve, duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm dhe një shikim më të fortë. Për personat të cilët përjetojnë humbjen e shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht edhe mosha të mbi të 50-tat dhe dobëson kështu shikimin tuaj në mënyrë graduale. Ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike për shëndetin e syve, veçanërisht në mungesën e dritës gjatë natës. Gjithashtu, rozmarina është një bimë vendimtare edhe për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me element të mirë, rozmarina do të përmirësojë edhe nivelet e tretjes, pasi përmban antioksidant dhe vitamina dhe kjo bimë mund të ndikojë gjithashtu edhe në tretjen më të mirë të ushqimit. Kujdesuni të shtoni rozmarinën vazhdimisht në gatimet tuaja për të patur gjithashtu një tretje më të mirë edhe për të evituar komplikacionet e saj. Rozmarina është një bimë vendimtare gjithashtu edhe në përmirësimin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë do t'jap në shëndetin e trurit do t'jetë e paçmueshme, gjithashtu edhe në përqendrimin e paçmueshëm të trurit. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale rozmarinat për shëndetin e mirë të mendjes, gjithashtu edhe për të përmirësuar kapacitetin e memorjes.
Kështu përfshirja e saj në dietën tuaj sigurisht që do t'i japë rezultate të çmuara kundër komplikacioneve dhe do të ndihmojë drejt për së drejti në përmirësimin e kapaciteteve të trurit. Rozmarina është një bimë fantastike e cila mund t'jap rezultate të mira edhe kundër problemeve të depresionit. Rozmarina mund të ndihmojë edhe kundër problemeve siç janë ato neurologjike, të cilat janë depresioni, ankthi dhe skleroza e shumëfisht. Përfshirja e saj në dietën tuaj në mënyrë të rregull sigurisht që do të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër këtyre komplikacioneve. Nëse vuani nga depresioni, aroma e rozmarinës mund të ndihmojë në kalimin e lehtë të tij. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni gjithashtu edhe në formën e çajit ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial të shëndetshëm. Kështu do të keni më shumë përfitime mbreslëndse nga përdorimi i rozmarinës kundër depresionit. Rozmarina është një bimë fitimprurse gjithashtu edhe në largimin e ujërave të tepërta nga trupi i njeriut, duke përmirësuar kështu organizmin. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për persona të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trupin e tyre. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës do të largohen lehtësisht me përdorimin e çajit të rozmarinës. Gjithashtu sigurohuni të konsumoni çajin e rozmarinës në mënyrë natyrale. Të mos e teproni me përdorimin e saj dhe të merrni veti të mëdha ushqyese. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të merrni ndikimin pozitiv që ajo ka edhe në largimin e ujërave të tepërta nga trupi. Rozmarina është një bimë e lashtë e cila mund të përdoret vazhdimisht edhe në relaksin e mendjes suaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar, si dhe të garantojë gjithashtu edhe një lehtësi shëruese kur e fërkoni bimën e vogël mes gishtave tuaja. Kështu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të mira në relaksin e momenteve tuaja më stresuese. Rozmarina është një bimë e pasur me shumë antioksidant. Rozmarina përmban antioksidantë të fuqishëm të cilët do të mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzonik dhe acid ursolik, të cilat janë antioksidantë të njohur me veti të mira antiinflamatore në betejën kundër këtyre shqetësimeve, citon studimi. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një antioksidues shumë i mirë për të mbajtur larg komplikacionet. Ajo ka veti të mira antiinflamatore në betejën kundër këtyre inflamacioneve. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe mundet të ndihmojë në trajtimin dhe lehtësimin e astmës, ekzemës, problemeve të artritit, gjithashtu edhe sëmundjeve të tjera. Rozmarina do të përdoret si një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të trurit. Rozmarina do të rrjedhjen e gjakut në kokë dhe stimulon sistemin tuaj nervor qendror. Për më tepër, kjo bimë njihet për përmirësimin e mirë të kujtesës, edhe më mirë akoma përmban përbërës që parandalojnë edhe degradimet e acetokolinës, një neurotransmetues shumë i rëndësishëm edhe për të mbrojtur memorien dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e saj. Rozmarina do të ndihmojë kundër lodhjes, stresit dhe problemeve të veshkave, dhe përdorimi i saj në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një element plus për të përmirësuar detoksifikimin në organizëm. Bima ka aftësi të luftojë stresin në veshka pasi zbut gjithashtu edhe hormonet, duke sjellë një rezultat mjaft të kënaqshëm kundër këtyre komplikacioneve. Për këtë arsye, trupi ynë mund të përjetojë efektet të dëmshme të kortizolit dhe hormoneve. Në këtë rast, rozmarina së bashku me livandon ka aftësi të jashtëzakonshme për të ulur nivelet e kolesterolit në trup dhe për të siguruar një organizëm më të shëndetshëm, citojnë studimet. Rozmarina është një bimë fantastike edhe për rritjen e vlerave të energjisë trupore. Rozmarina është një nxitës i mrekullueshëm, gjithashtu ajo do të mbushtesë qarkullimin e gjakut dhe do të përmirësojë edhe nivelet tuaja të tretjes. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të recetave të gatimeve ose në formën e çajit dhe të vajit rozmarinën për të rritur gjithashtu nivelin e energjisë. Ajo do të stimulojë një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm, ndaj përpiquni ta keni pjesë të dietave tuaja rozmarinën ose edhe nën produktet e saj për të nxitur një organizëm më të fortë, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.